që prej vitit 2017 Universiteti Ekrem Çabeji i Gjirokastrës dhe Universiteti i Maqedonisë Perëndimore në Greqi kanë ndërtuar një urë të fortë bashkëpunimi akademik, të mbështetur mbi dijen, respektin dhe vizionin e përbashkët. Në këtë udhëtim, dy emra qëndrojnë në themel të çdo hapi: Profesor Doktor Theodoros Theodoulidis dhe Profesor Doktor Eleni Griva. Profesor Doktor Eleni Griva, një grua me energji të rrallë, që beson se mësimdhënia është mision. Një akademike e përkushtuar e cila ka frymëzuar breza studentësh dhe mësuesish, duke ndërtuar ura përmes gjuhës dhe kulturës. Profesor Doktor Theodoros Theodoulidis, një studiues i shquar në fushën e inxhinierisë mekanike, me një kontribut të jashtëzakonshëm në kërkimin shkencor dhe mbështetës i fuqishëm i partneritetit akademik. Në udhëheqjen e tyre, bashkëpunimi mes universiteteve tona u konkretizua në një doktoratur të përbashkët, një program që flet gjuhën e së ardhmes dhe ofron formim sipas standardeve më të larta evropiane. Ky titull është një mirënjohje për ata që besuan se dija nuk njeh kufi dhe që bën realitet një ëndër të përbashkët. Përkushtimi i tyre, ndershmëria akademike dhe fryma bashkëpunuese do të mbeten gjithmonë pjesë e historisë sonë. Njerëz të tillë nuk janë vetëm akademik. Ata janë ndërtues të heshtur të një të nesërmeje më të mirë, dhe për ne, ata janë më shumë se bashkëpunëtor. Janë miq. Kjo është historia e dy njerëzve që besuan tek bashkëpunimi, dhe bashkë me ta, ne besuam tek mundësia për të ndërtuar një universitet që shikon përtej kufive.